Atëherë fillojmë direkt me ngjarjet kryesore. Ja ku e keni ngjarjen kryesore të kësaj javës që ka kaluar është GDP, rritja e GDP-s 3 mujosh kundër 3 mujoshit e kaluar. Shikoni këtu një rritje prej 4.3% në krahasim me çfarë parashikoshe që ishte 3.3, një rritje shumë e mirë për këtë 3 mujosh, sidomos kur përfshim këtu dhe situatave e tarifave dhe çrregullimet ekonomike që ka pasur Amerika, pak ngadalësim të punësimi, por kryesori këtu është kur përfshin dhe tarifat, fakti që është rritur GDP-ja dhe vazhdon ekonomia amerikane të jetë e fortë, mu më duhet si lajm pozitiv kur e lidhim dhe me inflacionin që doli përpara një javë 10 ditë tani, përpara një javë gjys 10 ditë, ku doli inflacioni pak më i mirë, më i ulët se sa priteshte. Kështu që kemi disa gjëra të favorshme për vitin e ri dhe shpresojmë që viti i ri të vazhdojë me një rritje. Te ana e përgjithshme e tregut, do të muloj pak analizën e mega caps, par Nvidia që pati një rritje të premten për gjithë javën. Nvidia ka pasur një rritje prej 7.8% këtë javë. Kemi parë një rritje shumë të madhe dhe te AVGO këtu, gjithashtu dhe Google, kështu që mega caps si Oracle, Amazon, Google, Microsoft, Apple, AVGO, shikoj edhe Nvidia kanë pasur një rritje shumë të mirë në treg dhe kemi parë një ciklim nga asetet që kanë hesur më parë, që ishin këto, që kisha tregtuar unë, Teslën, Walmartin dhe disa të tjera, te qarkullimi i kapitalit të mega caps dhe large caps prap. Indekset kryesore kanë krijuar një rritje me çmimin historik më të lartë për S&P 500, kështu që kemi shpresë për një shtyje tani për më lart, është për të parë se sa do vazhdoj ky trend që kemi dhe do shikojmë se si do reagoj tregu në hapjen javën që do vi përpara vitit të ri. Kemi edhe ndonjëherë shitje në këtë periudhë sepse bën shitjet të fund vitit që të fusin ndonjë humbje ose të përfitimet të bëjnë actualize, të fusin target dhe veta investitorët që të bëjnë taksat për vitin tjetër, sidomos në Amerikë me hyrje tek periudha e fund vitit për taksat. Në përgjithësi tregu duket shumë mirë, ja ku e shikoni këtu gjithë javën e kaluar, tregu aksioneve ka pasur rritje, në përgjithësi vetëm këto Tesla dhe ca të tjerë që unë kam pasur dhe më kanë hezur shumë mirë gjatë 2-3 javët e fundit, u shqitëm pak këtë javë, duke qenë që kanë qenë më shumë take profit. Një gjë që po veri të tregu është që fillon vala dhe pastaj bëhet rotacioni. Fillon një val me një sektor, pastaj bëhet rotacioni prapë dhe ka krijuar një farë paqëndrueshmërie në treg, sepse nuk na ka lejuar ne që të pozicionohemi dhe të shtyjmë ndoshta 2-3 javë tregu dhe të na japin ndonjë profit të mirë, të qëndrueshëm ditë mas dite duke siguruar një farë profiti. Në kripto kemi parë rritje të madhe në Zcash, unë kam darë të komuniteti me pagesë në Discord, Novice Hunters, që është për fillestarët, vetëm 15 pound më muaj e kam darë këtë. Ideja këtu është që kur mendoj që ka ndonjë ide të mirë që unë mund të ndihmoj fillestarët me ndonjë ide e ndaj aty, nuk është sinjal, është thjesht një ide që unë jap edhe zonat ku unë mendoj që mund të aktivizohet lëvizja. Kush do ta tregtoj, mund ta tregtoj. Grupi për sinjale ose tregtimet e mia me transparencë totale është një grup tjetër që ka nevojë të bëni trajnim dhe të hyni me pagesë pak më të lartë, për arsye se ke shumë më shumë informacion aty dhe mundësi për të tregtuar dhe të përfituar nga tregu. Në këtë javë
nuk është që kemi parë ndonjë rritje te kripto. Qëndrojmë akoma te një situatë jo në rritje për kripton në gjithë javën dhe është një situatë pak e vështirë sepse edhe muji ka qenë negativ. Dhjetori ka qenë negativ dhe nuk kemi parë shumë ide që na kanë ecur mirë. Bitcoin Cash që kemi ndarë te unë kam ndarë te grupi premium në Discord, jo te Nomi Sanders që është për fillestarët. Ka ecur mirë. Kemi pas edhe ca të tjera që kanë ecur, duhet kjo çfarë është, do të jetë EDL, nuk kanë ecur ca të tjera kështu si EDL-ja. Por në përgjithësi nuk ka pasur ndonjë rritje të madhe tregu i kriptos. Dhe po presim që të ndoshta po rriten aksionet, po që vazhdojnë të rriten akoma, çekullon kapitali të asetet më të rrezikshme si Russell 2000 që janë small caps dhe pastaj çekullon dhe të kripto, por nuk janë gati. Edhe unë kam darë këtë jo vetëm te podcasti javor, javën e kaluar dhe disa javë më para, ka di çdo javë kam thënë po një gjyra që nuk është gati akoma kripto, por dhe të Telegrami Files që mund të hyni aty dhe të bëni pyetje gjatë javës për ndonjë paqartësi ose për ndonjë shpjegim ose një mendim që ndoni ju nga unë. Dhe i sugjeroj të gjithë që të bëni pjesë sepse nuk keni çfarë humbi, është komplet falas. Por ju që doni pak më shumë informacion, kuptoj që keni Discord. Okej. Kjo është situata e kriptos, nuk ka ndonjë gjë tjetër që unë duhet të më loj këtu këtë javë. Fillojnë gjërat që nga fillimi i janarit, fillojnë situatat më interesante, do ndalen dhe në janar normat e interesit për Amerikën dhe shumë gjëra të tjera që ne do analizojmë gjatë vitit të ri.